I papun në moshën 68 vjeçare, Matthew Peterson nuk kishte ku të shkonte kur arriti njoftimi i dëbimit. Me dollarët e tij të fundit, ai tërhoqi një vagon treni të braktisur në tokën e tij të vogël, duke duruar muaj me radhë talljet nga fshinjët që e quajtën një njollë të shëmtuar dhe vandalizuan pjesën e jashtme. Pastaj, stuhia më e keqe në dekada goditi qytetin e tyre. Matthew Peterson u zgjua në agim me shpinën që i lante nga një natë tjetër në kolçkën e Hall brenda shtëpisë së tij vagon treni. Jashtë, ai tashmë dëgjonte të qeshurat e vrapuesve kalimtar. Kjo ishte bërë rutina ditore gjatë 6 muajve të fundit, por Matthew dinte diçka që ata nuk e dinin. Pas fasadës së ndryshkur të këtij vagoni treni të braktisur, fshihej një kryevepër në ndërtim. Jeta i kishte dhënë Matthew një dorë mizore. Pas 40 vitesh dedikim në të njëjtën fabrikë prodhimi, duke shfaqur çdo ditë pa dështim, 68 vjeçari u gjet papritur i papunë. Fabrika u mbyll pa paralajmërim, asnjë telefonat mirësjellje për punojësit. 4 dekada besnikëri u fshin me një njoftim të thjeshtë të ngjitur në derë një mëngjes të hënë. Për Matthew kjo goditje erdhi vetëm 2 vjet pasi humbi gruan e dashur Margaret nga kanceri. Ata kur nuk ishin mundur të kishin fëmijë, kështu që me ikjen e Margaret, Matthew nuk kishte familje të ngushtë për të mbështetur në kohën e tij të vështirë. Matthew përpoq të mbante optimizmin në fillim. Me përvojën e tij sigurisht dikush do të punsonte, por realiteti i dhimbshëm i diskriminimit të moshës shpejt u bë i dukshëm. Çdo intervistë përfundonte njësoj me buzëqeshje simpatie dhe premtime boshe për ta rikthyer telefonatën. Kursimet i mbaruan, njoftimi i dëbimit arriti një të marrë të ftohtë, veçanërisht Matthew ul në tavolinën e vogël të kuzhinës, letra dridhen në duart e tij të lashta. 3 dekada në të njëjtin apartament dhe tani kishte 30 ditë për t'u larguar. Ku do të shkonte? Çfarë do të bëjë me jetën që kishte ndërtuar? Në momentin e tij më të errët, Matthew kujtoi tokën e vogël që kishte trashëguar nga prindërit e tij vite më parë. E vendosur në periferi të qytetit, prona, me formë të çuditshme, kishte mbetur bosh për vite. E vogël për një shtëpi konvencionale dhe e pozicionuar në mënyrë të pakëndshme mes 2 rrugëve. Nuk ishte shumë, por ishte e tij. Dhe në atë moment u bë opsioni i tij i vetëm. Me dollarët e fundit dhe mirësinë e Carlos, shokut të tij, Matthew bleu një vagon treni të braktisur nga skrapi e kurudhave. Çmimi ishte i ulët sepse askush nuk i donte këto vagone të vjetëruar. Duke përdorur kamionin e Carlos dhe disa pajisje të improvizuara, ata transportuan strukturën masive metalike në pronën e Matthew. Fshinjët vurën në re me një herë. Duke qëndruar në verandat e tyre, ata shikonin me shikime të përshtyjuara, teksa vagoni i ndryshkur vendosen në tokën e vogël. Pështjellimat filluan pikërisht atë mbrëmje. Çfarë ishte kjo njollë e shëmtuar? Kush do të jetonte në kushte të tilla? Sigurisht, kjo do të ulte vlerën e pronave në të gjithë lagjen. Deri në fund të javës, ankesa ishin paraqitur në këshillin e qytetit. Ecësit e qenve, fillimisht, linin kafshët e tyre të letësoheshin pranë kufirit të pronës së tij. Fëmijët spërkatën treni i çmendur me të kuqe të ndritshme anë mban anës së shtëpisë së tij të re. Banorët postuan fototallse të asaj që quanin shtëpia e skrapit të plakut në grupin e Facebookut të komunitetit. Asnjëri nuk u mundua të pyeste Matthew për situatën e tij. Asnjë nuk ofroi ndihmë. Ata thjesht gjykuan atë që mund të shihnin nga jashtë. Ata nuk mund të shihnin transformimin që po ndodhte brenda. Çdo mëngjes para lindjes së diellit, Matthew shkonte në kantieret e ndërtimit dhe zonat e hekura duke kërkuar materiale të hedhura që të tjerët i konsideronin pa vlerë. Ai vizitonte shitjet e oborreve në orët e tyre të fundit, kur shitësit praktikisht i jepnin falas artikujt se sa t'i rimerrnin në shtëpi. Ai shpëtonte mobilet të braktisura në trotuaret e qytetit. Me çdo copës të shpëtuar, vizioni Matthew merrte jetë. Ai instaloi dritare të shpëtuar nga një projekt të rinovimi, duke i pozicionuar strategjikisht për të mbushur hapësirën me dritare natyrale. Nga dru i rikthyer, ai ndërtoi një tavolinë kuzhine të fortë që shtrihej përgjatë një muri të vagonit. Një lavanderi e hedhur, e riparuar me kujdes, u bë plotësisht funksionale përsëri. Më e manitshme ishte sistemi qëndrueshmërisë së Matthew i dizajnoi.
me panele diellore të dorës së dytë të gjetura pas një dyqani elektronikësh dhe bateri të shpëtuar nga automjete elektrike të skrapuara, ai krijoi një sistem energjie të pavarur nga rrjeti. Një rrjet mbledhjeje ujë-shiu, bëri një nga pjesë të ndryshme, kanalizonte ujë në kontinier depozite nën vagon. Carlos, me ekspertizën e tij elektrike, ndihmoi në lidhjen e gjithçkaje siç duhet, duke transformuar atë që dukej si skrap nga jashtë në një shtëpi funksionale jashtë rrjetit. Por fqinjët nuk shihnin asgjë nga këto. Ata shihnin vetëm një plagë që jetonte në atë që ata konsideronin plehër. Për 6 muaj, Matthew ndroroi talljet e heshtjen e tyre, duke përqendruar në perfeksionimin e shtëpisë së tij. Ndërkohë lagja mblidhte në shkrimet çdo ditë për peticionin për të hequr vagonin e skrapit. Pastaj erdhi stuhia më e keqe që rajoni kishte përjetuar në dekada. Era me forcë uragani rrëzoi pembi linjat e energjisë. Përmbytje dëmtuan impjatet e trajtimit të ujit. I gjithë qyteti u fut në errësirë, me autoritetet që vlerësonin minimumin 2 javë para se shërbimet të riktheheshin. 3 ditë pas ndërprerjes së energjisë, dëshpërimi filloi të shtrihet në lagje. Medikamentet e ruajtura në frigorifer ngroheshin në temperatura të rrezikshme. Pajisjet e nevojshme për monitorim mjekësor vdisnin pa energji për t'u karikuar. Ishte në ditën e 4 kur Barbara dhe Frank, një çift i moshuar që jetonin 3 shtëpi më poshtë, pronës së Matthewt, ju afruan vagonit të tij. Insulina e Frankut kishte nevojë për frigorifer dhe ata kishin dëgjuar thashë theme për shtëpinë e çuditshme të Matthew, që ndoshta kishte energji. Kur Matthew është vendosi derën e vagonit, Barbara dhe Frank qëndruan pa fjalë. Brenda ishte një hapësirë e ngrohtë, mikpritëse e mbushur me dritë të butë. Një frigorifer i vogël zhurmonte butësisht në cep. Llamba ndriçonte zona të rehatshme ndjenje. Një ventilator qarkullonte butësisht ajër të ftohtë në të gjithë hapësirën. Matthew nuk hezitoi as për një çast. Ai mirëpriti brenda duke liruar hapësirë në frigoriferin e tij për medikamentet e Frank. Sytë e Barbarës u mbushën me lotë, teksa shikonte zgjidhjet geniale që Matthew kishte krijuar nga ajo që të tjerët i kishin hedhur. Larmet u përhapën shpejt në lagjen pa energji. Deri në mbrëmje, treni Matthew ishte bërë një vend takime papritur. 40 fshinj të mbushur brenda, duke karikuar pajisje thelbësore dhe duke shijuar rehatin e dritës dhe ajrit të lëvizshëm. Fëmijët shikonin filma në televizorin e vogël të Matthew, ndërsa të rriturit maniteshin nga sistemet që ai kishte ndërtuar. Për 11 ditë, treni Matthew bë qendra e komunitetit. Ai kurrë nuk refuzoi askënd. Ai karikoi telefona dhe pajisje mjekësore, ndau kuzhinën e tij dhe tregoi fshinjve kurioze si funksiononin sistemet. Kur shërbimet e energjisë dhe ujit u rikthyen përfundimisht në lagje, diçka fundamentale kishte ndryshuar. Komuniteti pa Matthew vërtet për herë të parë. Ato njohën genialitetin dhe qëndrueshmërinë që kishte qenë aty gjatë gjithë kohës, të fshehur pas paragjykimeve dhe supozimeve të tyre. Transformimi shtrije përtej perceptimeve. Fshinjët ndihmuan në ndërtimin e një verande të vogël jashtë hyrjes së trenit. Peticionin në Këshillin e Qytetit u tërhoq, zëvendësuar nga letra mbështetjeje për zgjidhjen inovative të banimit të Matthew. Barbara, një gazetare në pension, shkroi një artikull që paraqiste zgjidhjet e qëndrueshme të Matthewt. Botuar fillimisht në gazetën lokale, historia shpejt u përhap në botime më të mëdha. Njerëzit ishin të magjepsur nga plaku që kishte krijuar një hapësirë jetese efikase të pavarur nga mbeturinat e shoqërisë. Shpejt, Matthew filloi të marrë telefonata nga njerëz në të gjithë vendin që donin të mësonin teknikat e tij. Ai mori një ofertë nga një kolegj komunitar për një punëtori mësimore mbi jetën e qëndrueshme dhe riciklimin. Departamenti i Parqeve të Qytetit e punsoi si konsulent për instalime mjësore me mjedisin. Në moshën 70 vjeçare, Matthew Peterson u gjet me më shumë mundësi pune se sa kishte imagjinuar ndonjëherë të mundshme në këtë fazë të jetës. Vagoni i trenit që njëherë kishte qenë mbrojtja e tij e fundit, u bë si galeri ekspozite dhe klas. Një shembull i prekshëm i mundësive dhe rindërtimit. Historia e tij u përhap larg përtej komunitetit të vogël, duke frymëzuar të tjerët të shikojnë ndryshe si materialet e hedhura ashtu dhe njerëzit e hedhur. Për fshinjët që njëherë e tallnin, treni Matthew të bë një kujtesë e fuqishme se si gjykimet e shpejta shpesh na pengojnë të shohim vlerën e vërtetë të fshehur në sipërfaqe që duken të ndryshme dhe të pazakonta. Ndonjëherë inovacionet më të mëdha vijnë nga domosdoshmëria dhe mësimet me kuptim bërrin nga mësues të papritur.